Për betejën e partive të reja në 11 maj dhe ofertën e tyre për elektoratin do të bisedojmë sot me Endri Shabani nga Nisma Thurje, e cila garon në koalicion me Shqipëria Bëhet Adriatik Lapajt. Zoti Shabani, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dy partitë e mëdha kanë bërë publike programet e tyre elektorale dhe premtimet për 11 maj. Nisma Thurje, që ju drejtoni, dhe Shqipëria Bëhet e zotit Lapaj, çfarë ka në fokus të ofertës së saj në 11 maj? Shkurtimisht. E para është vot për të ndërshkuar 3 njerëz të cilët e kanë sjellë vendin këtu. 3 njerëz që janë përgjegjës për faktin që sot pjesa më e madhe e rinjve shohin perspektivën e tyre jashtë, përgjegjës për faktin që prindrit janë vetëm, 200.000 prindër jetojnë vetëm, nuk ka një njeri që t'i çojë një gotë ujë. Kështu që e para është ndëshkim për klasën e vjetër politike që e ka marrë këtë vendpeng për 35 vjet. Por padyshim ne për të arritur atë për shturjen e rrjetës që këta kanë ndërtuar në 34 vjet, na duhet të kalojmë disa reforma dhe ne kemi përgatitur një 6 paketa që janë ndërhyrje ligjore, të cilat garantojnë sikurse meritokraci në punësimin në sektorin publik, ashtu dhe konkurrencë në treg, duke thyer monopolet dhe krijuar një treg të lirë dhe tregje të lira në ekonomi. Disa ndërhyrje të tjera që kanë të bëjnë me zgjidhjen e problemeve të çështjeve të pronës, siç është për një propozim për të themeluar një tribunal prone, për një gjykatë e posaçme për çështjet e pronave. Disa ndërhyrje të tjera që lidhen me koston e jetesës, që janë një nga arsyet kryesore pse shtresa e mesme sot po ikën nga Shqipëria, dhe konsolidimi i reformës në drejtësi, duhet konsoliduar jo vetëm SPAK-un, GJK-on dhe BKH-n, por edhe kontrollin e lartë të shtetit. Ndalemi te kjo pikë, se kjo fushat elektorale ka ndarë edhe partitë në fakt në mbështetës të SPAK-ut e në kritik të tij. Ju si koalicion që e mbështesni SPAK-un, si e shikoni rikthimin e ekspertëve amerikanë në prokurorinë e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit? Po, këtu ka vite që 3 njerëzit, pra këta 3 kalorësit e tranzicionit politik, Sali Berisha, Edi Rama dhe Ilir Meta, qeverisin duke gënjur njerëzit. Të një nga gënjeshtrat që këta i kanë thënë qytetarëve shqiptarë ka qenë që SPAK-u është vetëm, SPAK-u po shkrihet, SPAK-un do ta shkrijmë, ndërkohë që për ditë vërtetohet që ky është fundi një cikli dhe një pjesë e mirë e tyre do ikin me votë dhe pjesa tjetër do ikin me pranga nga politika. A besoni ju te task forca e ngritur nga SPAK për të luftuar krimin zgjedhor? Besoni se klima gjatë fushatës elektorale do të jetë më e qetë për shkak të kësaj strukture? Padyshim që po. Keni parasysh që ne jemi ata të cilët kemi shkuar ditën e dytë të SPAK-ut për të dorëzuar kallëzimin e parë, i cili ka sjellë arrestimin e ministrit të shëndetësisë dhe funksionarëve të tjerë të lartë. Kemi çuar 5 dosje të tjera në SPAK. Kemi pasur një bashkëpunim të vazhdueshëm, kështu që është lajm i mirë që SPAK-u ka dalë në terren me këtë task force, sepse ai që ndodhi në 2021 dhe ne e pam është që grupet kriminale u përfshin në zgjedhje, pastaj 5 nga ata deputet u arrestuan dhe shkuan në burg, për votat që ata morën i mbetën Partia Socialiste. Duke qenë SPAK-u më proaktiv dhe duke qenë në terren, ajo që ndodh është që e pengon problemin në kohë pa lejuar që ai problem të thellohet. Zoti Shabani, ju keni garuar edhe në zgjedhjet e 2021-shit. Pse besoni që në këto zgjedhje do të keni një rezultat ndryshe? Sepse nuk është e njëjta Shqipëri që ishte në 2021-shin dhe nuk është e njëjta Nisma Thurje që ka qenë në 2021-shin. Ne garuam dhe në 2023-shin, ku treguam që u shumë fishuam në mbështetje në të gjitha qarqet që garuam, fituam përfaqësim në 4 këshilla bashkiake me 5 këshilltar, dhe kësaj radhe jemi organizuar më mirë, kemi krijuar një front më të gjerë, por dhe Shqipëria nuk është më Shqipëria 2021-shit. Sa janë synimet tuaja në zgjedhjet e 11 majit? Ne nuk bëjmë llogari, ajo që ne bëjmë është çfarë ndodhi në 11 maj, në mënyrë që të shohim se çfarë ndodhi mbas 11 majit. Pra nëse të hënën e ditës pas zgjedhjeve, datë 12 maj, njerëzit zgjohen dhe shohin që është e njëjta klasë politike që ka qenë deri më që aty janë prapë deputetët e Edi Ramës, Sali Berishës dhe Ilir Metës. Unë besoj që kjo do të thellojë dhe më tepër depresion, do largojë dhe më shumë fëmijë nga Shqipëria dhe do lë dhe më shumë prindër vetëm. Nëse njerëzit zgjohen mëngjes dhe shohin që klasa e vjetër politike është shkundur, që në parlament kanë hyrë të rinj, që klasa e vjetër politike i ka ardhur fundi i tranzicionit dhe ciklit që ata kanë kaluar, ne ja kemi dalë të arrijmë misionin tonë që është pikërisht të përshpejtojmë fundin e tranzicionit,
të rikthejmë fëmijët në shtëpi dhe të japim perspektivë të rinjve në këtë vend. Zoti Shabani, të falenderoj shumë për këtë lidhje me Skype. Dhe unë falenderoj për aftësinë, përshëndes. Vyej më tej me të tjera zhvillime.